Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma shikues të dashur, faleminderit shumë që jemi çdo fundjavë bashk. Dhe kështu ta fillojmë një vikend pozitiv, të mirë, të mbar, pse jo edhe javën që vjen. Të mbar këtë studio, këtë emision, do ta filloj edhe vetë Safiri i cili ka ardhur dhe kam pasur edhe javën e kaluar në fakt që kemi filluar të flasim për gjuhën shqipe, për shumë fjalë të cilat dinte i interpretoj vetëm ai, por që ka pasur shumë kundërshtime dhe ka ende kundërshtar që diskutojnë edhe mundësinë se si ai po interpretojnë fjalët shqipe. Do të flasim edhe më gjatë, edhe më gjerë për shumë tema rreth fjalive, rreth gjuhës shqipe, por i them mirë se vjen prapë në studio Agron Dalipajt. Agron, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe me këtë rast përshëndes edhe të gjithë ndjekësit e programeve tuaja. Faleminderit shumë. Ne kemi pasur edhe një emision javën e kaluar, por që nuk kemi pasur të them kohë të gjatë për diskutuar, prandaj edhe sot i kemi ftuar me shumë kënaqësi dhe jeni vetëm ju ai i nuk përtoni të veni nga Shqipëria. Si ishte rruga, si kaluat rrugës? Rruga ishte asfaltuar edhe mirë, edhe erdhëm rehat. Borë s'kishte? Borë jo. Agron Dalipaj, shikues të dashur, është etimolog, por do të flas më shumë rreth etimologjisë në fakt. Dhe na trego Agron se çka është etimologjia sipas embriomorfemave. Si? Deri tani jemi mësuar që studentët e gjuhësisë për dekada të tëra, për mos thënë që gjuhësia krahasuese është një model etimologjie e cila nuk jep zgjidhje. Ajo thjesht i krahason fjalët me njëra tjetrën, është si të krahasosh një korean me një vietnamez edhe të nxjerrësh përfundimin që këta janë kinez. Por çdo gjë ka ADN-n e saj. Edhe fjalët janë po ashtu. Pra, ne nuk mund ta kërkojmë të vërtetën në një fjalë tjetër, siç bën gjuhësia krahasuese, por ashtu siç nuk mund të kërkojmë për shembull sëmundjen e dikujt në një njerëz të ngjashëm me atë. Kështu gjuhësia që promovoi dhe mëtoi unë, që është sipas embriomorfemave, është një gjuhësi që të vërtetën e fjalës e kërkon brenda fjalës. Ky është, si të thuash, një rregull ose një parim, të cilin e ka theksuar edhe Petrozhej në librat e tij, të cilit i përmbajmë në mënyrë rigoroze, pasi e vërteta çdo gjë ndodhet brenda asaj gjëje. Edhe vitin e kaluar dhe vitin më parë keni pasur shumë zëra në Shqipëri dhe jo vetëm që kanë qenë kundër jush edhe këtyre interpretimeve që ju i bënin në gjuhën shqipe. Madje janë shkruar edhe libra Agron kundër jush. Ma trego pse kanë të drejtë, pse s'kanë të drejtë ata dhe pse keni të drejtë jo. Çdo gjë e re që del në fushën e shkencës has në një rezistencë, has me të shkuarën e saj. Po. Sepse një teori e re natyrisht shkel mbi një tjetër. Është si në karikën tuaj nuk mund të ketë vend për dy veta. Sepse aq nxë karikja dhe vendi ku ri e vërteta është shumë e ngushtë. Ajo atje ka vend vetëm për të vërtetën. Dhe kur del një e vërtet e pamohueshme shkakton një reaksion, pasi është një sistem gjërash, njerëzish, veprash, të cilat janë ngritur mbi një sistem pasi të gabuar. Synimi im nuk ka qenë kurrë se si që unë të hedh poshtë një rrym. Shumë pjesë të asaj që quhet gjuhësi krahasuese, mua më hyn në punë sepse ata kanë bërë kërkime, krahasime për fjalët, por nuk gjejnë dot përfundimin. Ajo çka është ndryshe në atë shkencën time, në teorinë time, është se gjuhësia sipas embriomorfemave nxjerr përfundime që në shumicën e tyre janë shteruese. Ju keni një mur këtu apo jo? Po. Ky muri ka ca tulla. Imagjinojeni që këto tullat këtu janë fjalët e një gjuhe. Janë disa dhjetra mira apo qindra mira fjalë të një gjuhe. Dhe ti nuk mund ta kërkosh të vërtetën e një tulle që është prej balte në një tullë tjetër që është prej silici ose prej një materiali tjetër beton. E vërteta e çdo tulle bëhet analiza e tullës dhe nxirren se nga cilët element është përbër ajo, çfarë ka brenda. Kështu është edhe gjuhësia sipas embriomorfemave.
ju shikoni që këtu ka dhe suva. Po, çka Apo i jo? fjala suva? Për shembull, nëse ne suvatojmë të gjithë murin, ne dim që V-ja dhe P-ja janë buzore dhe ato shkëmbehen me njëra tjetrën. Për shembull, kur themi vandak me dru, ai është pandak me dru. Kur themi me të pyet, themi me të vet. Pra, në vend të P-s vën. Dhe suva do të thotë supa. Pra, ajo mbulon diçka që mos të shihet. Në këtë rast mbulon murin me tulla. Imagjinojeni që kjo suvaja është gjuhësia zyrtare, e cila është vendosur mbi të gjitha këto tulla mbi fjalorin e shqipes dhe ka mbuluar të vërtetën e origjinës së fjalëve të gjuhës shqipe. Dhe në një moment vjen dikush dhe e prish këtë suva. Natyrisht, prishja e suvas do shkaktoj tym, do shkaktoj rrëmuj, do shkaktoj një kaos në atë hapësirë ku janë shumë gjuhëtar ose filozof të cilët kanë mbështetur diçka të gabuar, por janë ata që kanë krijuar këtë suva. Zoti ose njeriu kur krijoi gjuhën ishte shumë i thjeshtë. Dhe i krijoi ato në një mënyrë shumë të thjeshtë. E vërteta e origjinës së fjalëve do kërkuar në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Pra, një gjuhëtar duhet ta vërë veten në rolin e një njeriu mitik. Si do t'i emërtonte ai sendet dhe fenomenet e natyrës? Nga këtu niset gjuhëtari për të filluar studimet e tij. Po. Kështu Petrozhej ishte i pari që hodhi idenë e algoritmit simbolik, parimin e algoritmit simbolik, që s'është tjetër gjë përveç se artikulimi i mendimit të njeriut mitik në pozitën se si ai do emërtonte sendet dhe fenomenet. Filozofisë Petrozhejit unë i kam shtuar disa parime dhe dy më kryesoret janë që gjua emërton funksionin. Kur një send ose një fenomen nuk tregon funksion, ai të paktën tregon një karakteristikë kryesore tek ai që emërton, tek njeriu. Kështu që këto dy parime në thelb kanë krijuar fjalët e të gjitha gjuhëve. Dhe në invert, duke i përdorur këto, ne mund t'i kthejmë të gjitha fjalët e tyre në origjinën e tyre, që nuk është gjë tjetër veç se tabela e embryomorfemave e gjuhës shqipe. Pra, i gjithë leksiku, i të gjitha gjuhëve indo-europiane referon në një vend, në një tabelë. Te tabela e embryomorfemave të shqipes. Kjo gjë e vendos shqipen absolutisht në qendër të gjitha gjuhëve indo-europiane dhe e quan atë, e vërteton që kjo është origjina e gjuhëve indo-europiane. Kjo gjë përmbys të gjithë gjuhësinë krahasuese botërore të deri sotme, sepse përdor të tjera forma, të tjera metoda dhe mbështetet mbi një tjetër filozofi, jo mbi krahasimin. Kështu për herë të parë ne mund të mësojmë realisht se si janë krijuar fjalët, ose si mund të krijojmë fjalë të reja duke u mbështetur në këtë metodë dhe në këtë teori. Dhe ajo që sa t'ju që janë bërë libra kundër me është normale. Ka shumë njerëz që u prishet shumë punë. U prishet një karrierë mbi të cilën ata kanë investuar një jetë të tërë për të marrë titujt e tyre. Por mënyra që ata kanë zgjedhur për të luftuar një teori të re është krejt e gabuar. E vetmja mënyrë në shkencë është përballja. Dhe kur them përballje, të kesh përballë një kundërshtarin, jo armik, po një mik i cili di të polemizoj miqësisht për ide. Por sa ju krijon vështirësi akron kjo në sa ju krijon vështirësi në punën tuaj, sepse nuk është pak kundërshtar që keni ju. Jo, për mua kjo nuk është që më shkakton probleme. Për mua është një motivim, sepse në qoftë se unë nuk do kisha përballë njerëz që nuk më besojnë, që nuk janë kundërshtar, por kundërshtarët që jam unë fshihen. Ky është një problem i madh. Unë dal në fushë betejë, është si të dali bajlozi me Gjergjelezalin dhe të mungoj njëri. E zëm se unë jam bajlozi, po duhet të dali Gjergjelezalia përpara. A ju ka bërë një kundërshtim i tillë që të humbni edhe shokët edhe miqt, të fjala miq do dalim tani të flasim. A keni bë më shumë miq apo keni humbur miq në këtë rrugtimin tuaj? Shikoj, e vërteta është që unë kam armiq të mi, kam një sistem të gjithë. Kur themi sistem,
është sistemi arsimor në Shqipëri ose në Kosovë. Dhe sistem do të thotë që është si një sistem motorik. Për shembull një motor klasik makine me djegje të brendshme, ka pistonat, ka fashat, ka pompën e ujit, pompën e karburantit, ka radiatorin, ka ripat e transmisionit. Në qoftë se prishet një gjë nga ky sistem, një rip këputet, motori nuk punon, makina nuk ecën. Qoftë se prishet pompa e ujit, motori nxehet, digjet dhe ndalon, nuk funksionon. Në qoftë se mbaron vaji që kemi hedhur, motori prap digjet. Në qoftë se s'ka karburant, makina nuk ecën. Pra sistemi ndalon. Dhe edhe në sistemin e arsimit, si dhe në sistemin albanologjik, të gjithë janë të lidhur me njëri tjetrin dhe nuk këputet asnjë hallk. Kjo do të thotë që unë kam përballë të gjithë sistemin. Dhe mua më duhet të mposht të gjithë sistemin. Natyrisht, sistemi është një makineri e fortë. Dhe ai kërkon të shtypi që në gjenezë. Kjo ka qenë arsyeja që kur unë dola me të parat ide të mia ose kur bëra të parën oponentë shkencore që mungonte ndaj veprës etimologjike të Çabeit, sistemi veproi. Më përjashtoi përjetësisht nga universiteti, më arrestoi 3 herë edhe më çoi në përgjyqje penale dhe civile. Pra, sistemi reagoi si sistem. Dhe që prej asaj kohe, që nga 2013 deri më sot, kanë kaluar 12 vjet, sistemi nuk ka çeduar. Ai qëndron fort në pozitat e tij, e vetmja gjë që sistemi nuk mund ta bëj është përballja shkencore. Dhe ata për këtë arsye bëjnë peticione, imagjino 200 akademik dhe doktor profesor t'i luten me një kërkesë me peticion shtetit, parlamentit, kuvendit të Shqipërisë, t'i luten Ministrisë së Arsimit, AMës, televizioneve, që Agronda Lipaj mos të shfaqet më në televizione. Sepse një sistem i cili nuk përballet do përdori mënyra të tjera që ta ketë rrugën e vet pa pengesa. Por në shkencë fiton gjithmonë e vërteta. Tani ne jemi duke krijuar një sistem tjetër. Një sistem që ka një teknologji shumë të përparuar. Është njësoj si makinat me djegje të brendshme dhe makinat që mund dalin me hidrogjen ose elektrike, që janë më të thjeshta. Dhe sistemi i vjetër i gjuhësisë në fakt është një sistem që ka filluar të ndryshket. Pse? Sepse ai nuk pëlqejet më nga masat. Publiku nuk e pëlqen më. Publiku ka kuptuar se ky sistem i deri sot zyrtar është i paaftë të përballet. Makina e tyre është e paaftë të ngjiti majën e malit. Ka një sistem tjetër që i ka më të mundshme, është më i saktë, është më elastik, është më atletik dhe është më i kuptueshëm për të gjithë masën e madhe të popullit. Agron ma shpjego fjalën miq. Ka, qysh tek na miq e marrim që ke shok dikën dhe miqësohesh, por unë di që në një formë tjetër e interpreton ndryshe. Çka i bie kjo? Fjala miq do të thotë në analizë të fundit përzierje. Do të thotë janë dy fise, të cilët nuk njihen me njëri tjetrin. Imagjino për shembull një fis nga Kosova, për shembull marrim fisin Gashët nga Kosova, një çup nga ky fis ose një djalë nga ky fis njihet me një vajzë ose një djalë nga Shqipëria, dhe dy fise që nuk njiheshin bëhen miq. Ata nuk ishin miq përpara se të ndodhte kjo. Ky procesi përzierjes së gjakut në greqisht quhet miqia. Dhe çka ndodh? Në momentin që e zëm se ky çifti nuk u ecën mirë, kanë probleme, ndahen, atëherë prishet edhe miqësia midis dy fiseve. Në qoftë se për shembull djali nuk është i aftë të riprodhojë, është steril. Ajo vajza mund të rri 2-3 vjet edhe pastaj ikën. Kjo do të thotë që prishet një miqësi. Shpesh shqipja është e mbushur me anagrama. Dhe e fsheta e shumë fjalëve ndodhet në anagramën e tyre, ashtu si te fjala tym është e kundërta është veprimi myt.
Po kështu dhe te fjala miq e kundërta tregon arsyen dhe karakteristikën kryesore që çka ka ndodhur në këtë përzierje difuzive të dy fisave. Kështu tek kjo anagram ne mund të gjejmë të vërtetën e etimologjisë së fjalës mik, shumë si miq që deri sot e quajnë të preardhur nga një fjalë latine, amico këto, por që në gjuhë latine kjo është e pashpjegueshme. E vetmja gjuhë që mundet ta shpjegoj është gjuha shqipe, sepse ajo i ka të gjitha embriomorfemat, ajo i ka të gjitha notat muzikore me të cilat është bërë fjala, melodia. Nuk e di se sa i kuptueshëm isha për ju. Ishe për mua po du të qesh më i rrjedhshëm për shikuesit tonë, ma trego sa miq të shpirtit ke dhe ma tregon mandej fjalën shpirt. Mik i shpirtit do të thotë që është një mik të cilin ti e ndjen mungesën e tij edhe kur ai nuk është. Për shembull kemi miq që janë larguar nga jeta ose kanë ikur në një vend të largët dhe ne që i kuptojmë shpesh. Fjala shpirt është një fjalë shumë e bukur. Në qoftë se do t'i drejtoheshim fjalorëve etimologjik, do të gjendim dy fjalë. Fjalën latine spiritus, që në shqip do të thotë shpirt, dhe fjalën greke psiki. Në fjalorët analog, etimologjik, të këtyre gjuhëve, thonë, fjala spiritus është fjalë me origjinë nga latinishtja, por është me burim të paqartë. Të njëjtën gjë thonë dhe për fjalën greke psika. Çka ndodh? Ka me mijëra vite që njerëzit thonë, flasin për shpirtin. Thonë, ai është shpirt mirë, ai është shpirt keq, ai s'ka shpirt, i doli shpirti, dha shpirt, është i pashpirtshëm, është. Pra, ka mijëra vjet që miliona njerëz dhe popull e përmendin fjalën shpirt, por askush nuk e ka parë shpirtin. Nuk ka një kamer që të ketë fiksuar se ka shpirt. Thonë që njeriu kur vdes, shpirti largohet. Po. Pra, në këta miliarda e miliarda njerëz që kanë ikur dhe kanë pranuar shpirtin, do të thotë një masë kaq e madhe, super miliarda njerëzish që kanë folur për shpirtin, fetë që flasin për shpirtin, shpirti do të thotë që ekziston, por ne nuk e shohim. Në qoftë se marrim fjalën shqipe, shpirt, dhe atë shpën e bëjmë psh, del pshirt, do të thotë psheur, edhe irt do të thotë yrt, i hyr. Pra, edhe te fjala latine spiritus, sp-ja e bërë ps, del psiritus, dhe s-ja e bërë sh, del psiritus, e psheur. Ku e kemi këtë tjetër? E kemi te greqishtja, psika. Greqishte si mungon sh-ja, edhe psika është pshika, do të thotë psheur ka. Po fjala pshe nga vjen? Fjala pshe do të thotë pa she, jo e shoh. Dhe psika do të thotë pa she ka. Pra, ekziston, po është jo i shikueshëm, i psheur. Pra, gjuha shqipe fikson shpirtin si ekzistent, por që rri i fsheur ne nuk mund ta shohim. Ku ndodh tjetër kjo? Kjo ndodh tjetër tek pesha. Në qoftë se kemi dy kuti kartoni të mbyllura. Njëra është e mbushur me oris, tjetra është bosh. Ne me sy nuk mund të dallojmë se cila është e mbushur, cila është bosh dhe sa e rëndë është njëra apo sa është tjetra, sepse pesha brenda një trupi është peshe, do të thotë pashe, jo e shikueshme. Për të matur atë duhet një njësi tjetër, jo syri. Pra, pesha është ajo çka fshe brenda një dukuri ose një trup. Pra, shqipja në këtë rast është e aftë, njësoj si kur unë di një gjë. Dhe juve u intereson ajo gjëja që unë di, por ju nuk e dini, jeni të detyruar të më pyesni mua. Dhe pyetja e parë është pse? Dhe pse do të thotë pse? Më thuaj të pshehtën që për mua është e pshehur, për ty është e ditur.
Prandaj ne themi pse. Për shembull, në greqisht, një gjë që ja fshehin dikujt, i thonë një gjë tjetër për një gjë tjetër, quhet gënjeshtër. Dhe gënjeshtër do të thotë në greqisht psema, do të thotë pse ma, mban një të pshehtë brenda. Pra i tregon diçka tjetër, por në të vërtet brenda saj ka një të fshehtë tjetër. Pra, kështu funksionon gjua dhe ajo që pse shqipja shpjegon edhe fjalën latine, edhe fjalën greke, edhe fjalën gjermane, edhe fjalën frënge, edhe fjalën perse, edhe shumë fjalë të arabishtes, të turqishtes, pra dhe të gjuhëve që janë në afërsi fizike me të, por nuk janë të familjes saj, edhe gjuhët nordike, edhe gjuhët për shembull në Pakistan, në Indi, të gjitha shqipja mundet të shpjegojë fjalët e tyre sepse shqipja përmban të gjithë materialin gjenetik të këtyre gjuhëve që unë e quaj embryomorfema. Te ne në Kosovë, më shumë e përdorin fjalën kur t'i urojnë dikujt që ketë jetë gjatë, agron i urojnë që të ketë ymër. Çaj vje ymër, sipas jush? Është e bukur. Unë pata sot një dialog ose le ta themi një polemik filozofike me inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është e ushqyer me informacione pafund nga gjuhësia zyrtare, nga gjuhësia krahasuese. Dhe unë pa paragjykuar e di që po ta pyes që cilës gjuhë i takon fjala ymër, unë e di që ajo do më përgjigjet që i takon gjuhës arabe. Dhe unë këtë gjë e bëra sot në mëngjes. Ju duket e keni lexuar tek faqja ime dhe bët mirë që më pyetët, është shumë e bukur. Dhe unë e pyeta inteligjencën artificiale, cilës gjuhë i takon fjala ymër? Ajo tha pa ekuivok që kjo fjalë është fjalë e gjuhës arabe, që e kanë marrë edhe disa gjuhë të tjera, turqishtja, persishtja, shqipja e tjera. Pyetja ime e dytë ishte, a ka një etimologji zyrtare në bazë të gjuhësisë krahasuese për fjalën ymër? Përgjigjja e saj ishte jo. Nuk ka diçka të pranueshme dhe si etimologji për këtë fjalë të arabishtes. Atëherë unë i hodha idenë, a mund ta diskutojmë këtë bashk? Po. I thash, çfarë mendoni ju se emërton fjala ymër? Dhe inteligjenca artificiale u përgjigj, fjala ymër emërton jetën e një njeriu. I thash unë, a ka lidhje fjala ymër me fjalën shpirt? Absolutisht jo, tha inteligjenca artificiale. Pyetja e radhës ishte, me që ju thoni që nuk ka lidhje me shpirt me ymër, pyetja ime është kjo. A mund të thuhet që përveç njerëzve, kafshët kanë ymër ose pemët, bimët? Jo, tha, fjala ymër përdoret vetëm për njerëzit. I thash, sa është, për sa ju thoni që ymër është jeta e një njeriu, jetë gjatësia e tij, kur mbaron ymri, thash, domethënë kur mbaron jeta, ajo tha, ymri mbaron kur njeriu t'i del shpirti. Po. Në këtë moment jetëgjatësia e tij mbaron dhe këtu ndalet. Atëherë i thash unë, shqipja jep një pozim logjik për fjalën ymër. Për sa del shpirti dhe mbaron jeta, shikojmë që ka një lidhje me daljen e shpirtit. Pra, fjala ymër ka një lidhje me shpirtin. Po tha, në bazë të logjikës që ju sillni, ka. Pra, pavarësisht se ajo ka të tjera informacione, arrin të pranoj logjikën. Atëherë i thash, ymër në bazë të shqipes është hym, ymri është hymri. Dhe i ka rënë hëja dhe ngeli ymri, ymri. Në këtë moment ajo tha po, logjika juaj tha është ekselente, shqipja jep të vetmen etimologji, motivim etimologjik, që nuk e jep asnjë gjuhë tjetër, por duhet gjetur një lidhje tha midis arabishtes edhe shqipes që të pranohet si fjala ka shkuar. Dhe unë i thash, a ka një lidhje të shqipes me persishten dhe një lidhje të persishtes me arabishten? Po tha, sepse persishtja është një gjuhë indo-europiane, persishtja në fakt për ata që na dëgjojnë është një shqipe tjetër.
ajo është në familjen e gjuhëve indoeuropiane, por shumë e afërt me shqipen. Për shembull, një shqiptar nëse shkon në Iran, nuk do t'i duhen më shumë se 2 muaj për të folur rrjedhshëm gjuhën e atij vendi, sepse është shumë e afërt me shqipen. Dhe në fund, inteligjenca artificiale pranoi që fjala ymri rrjedh nga shqipja dhe ka marrë persishtja, turqishtja, arabishtja dhe gjuhët e tjera. Këtu në statusin tënd në Facebook, nga kjo polemikë që e përmendet, mandej u diskutuar shumë edhe fjala sheqer. Je ish ëmbël si sheqer ose e ëmbël si sheqer. Çish mundemi me unë pe shoh, po duhet më tregu shikuesve, sepse e pash në status. Nuk më vjen mirë që ju përmendet fjalën sheqer dhe qeshni. Sheqeri është armiku i bardh i shëndetit. E vërtet, po megjithatë kretë konsumojmë agron. Ani pse e dim, po gjithë e konsumojmë sheqerin. A konsumon? Kjo nuk është mirë, pasi ju mund të ëmbëlsoheni shumë, edhe duke qenë se bëheni njeri shumë i ëmbël, mund të shkaktoni diabet e këtë tjerët. Por është shumë interesante se si inteligjenca artificiale nuk e di ku e kishte gjetur, e pranon që fjala sheqer është fjalë shqipe. Unë e kam hedhur këtë para disa viteve, duket kjo ka kaluar në shtyp dhe ajo duhet ta ketë marrë nga shtypi. Nëse ne marrim një gotë me ujë dhe hedhim ca kokra sheqeri brenda, shikojmë që mbas pak sekondash ato nuk duken më. Dhe sheqer në shqip do të thotë sheqer, që zhduket. Dhe sheqerit i thonë për ndryshe dhe në frëngjisht sukre, që do të thotë s-u-k-re, do të thotë nuk duket më, shkrin. Është folja siç është në shqip krijoj dhe shkrijoj, prish. Dhe pastaj nga frëngjishtja ka vajt në gjuhë të tjera, sugar, zukero, etj. Dhe ka të bëjë me zhdukjen e pamjes së kokrizave të sheqerit, pra që krijohen dhe shkrijohen. Këtu është rasti të flasim edhe për fjalën kripa. Kripa krijohet, nëse thajmë ujin, ajo është krijohet, pse ngelet nga uji, edhe mund ta shohim. Dhe kur i hedhim ujë prap, ajo është e krijuar dhe pa jashtëmohuese, do të thonë shkrijohet. Pra, gjuha ka gjetur te fjala sheqer një tjetër formë të shkrirjes dhe te fjala e krip do të thotë krijim edhe pa. Do të thonë e ka dhe mohuesen pa ose ba. Mandej kemi fjalën sa interesant je. Karrige dhe çrike, çrik. Trike, qysh ma interpreton që? Shiko, gjuha e mërton funksionin dhe ju që dini mirë gegnishten, ne themi jam ka ardh, jam ka punu, jam ka ik, jam ka ri. Dhe karrika shërben për të ndënjur dhe është folja ka ri. Ne i themi për ndryshe edhe ndenjse, apo jo, mendej. Ne ato disa minder që nuk e di si i thonë këtu në Kosovë, janë disa shtresa që i vënë për të ndenjur, dhe i thonë minder, do thonë mendej. Edhe të na i thonë minder, po janë të kohrave më minder. Shiko, edhe fundit kurizit, ose si i thonë këtu në Kosovë, pjesës që në shërben për të ullur, prapanic, pse në Shqipëri që thonë prapanicës agron? Mendere. Po njëjtë është edhe në Shqipëri prapanica. Pra ne i themi edhe mendere. Pse i themi mendere? A mendere, okej. Nuk ka fjalën nder brenda, por rëja e bërje do thotë mendej, me ull. Pra shiko çfarë emërton gjuha. Gjuha emërton funksionin. Kështu te fjala karrike, ne mund të themi çrrike, do thotë qirri. E fjalën prapanicë të ne për shembull, çysh kishim mujt me kthy ndryshe, po çka mund me prapanicë? Prapa, nic, çka mund me bë ndryshe? Shiko, shqipja e ka shumë bukur, mendere do të thotë mendej, që tregon funksionin e saj me ul. Shumë njerëz mundohen ta lidhin me fjalën nder, por nuk ka të bëj fare me fjalën nder, siç themi ne ndera rrobat, ajo është ndër rrobat. Pra i vë rrobat ndër, ti tha era. Ndërsa kur themi mendere, do të thotë mendeje. Sepse rëja dhe jën këmbehen si që themi bir bi. Pra, ajo na shërben mendej. Okej. Po. E komplikume. Për njerë, për mu dhe gjithë tjertë, po mirë që përshpjegonin, sepse, për shembull, shlesh. Shlesh është, mendoj është një neologizëm.
shlesh mund t'i themi një kafshë që ka shumë lesh. Për shembull mund t'i themi dashit. Po. Për shembull deles, nga që ka shumë lesh, mund t'i themi shleshe. Kjo do të thotë, jo se ne e heqim fjalët që ekzistojnë, por në këtë rast tregojmë që gjuha shqipe ka një aftësi për të krijuar fjalë. A din që thonë të na në Kosovë kësaj? Kërleshe. Ai thon kërleshe. Po. Nuk e dija. I Po, thon në Kosovë të na. I thon deles. Kur çaja pjesa që ka shumë po, deles në këtë rast, ose kushdo që duket me shumë flokë të qaraveshuna, ose me lesh shumë, i thonë kërleshe, u kërlesh. Ua, e bukur kjo, do ta shënoj, ju faleminderit, po është njësoj si tek shpendët, nga që kanë shumë pend, gjua e emërton shpend, shëja do thot shumë pend, Po, po. dhe shumë lesh do thot shlesh, pra do thot dash në këtë rast. Mbasi ai është kafsha që shquhet që ka shumë lesh dhe gjinia femërore është leshe. Nuk themi se këto fjalë duam t'i futim në fjalorin e përditshëm të gjuhës shqipe, Po. por me këtë rast ne themi që ka aftësi shqipja për të krijuar fjalë pafund. Mjafton t'i përmbajmë parimit të funksionit ose të karakteristikës kryesore. Kemi për shembull një fjalë shumë interesante që është jetimore, agron, po? edhe patamni. Patamni, që quhet, pse kështu? Jetimore, qendra e jetimave me siguri jetimore. Po. Patamni. Po, Patamni. është një neologjizëm. Jetim është një fëmijë që nuk ka atë dhe ëm. Dhe patamni do thot pa atë, ni. Pra pa atë dhe pa ëm. Dhe jetimorja do të quhet patamni për njerëzit që nuk kanë atë dhe ëm. Është një ndërtim logjik, por edhe jetimore është një fjalë shumë e bukur e shqipes. Po, madje kemi fjalën tunel. Tunel. Po. Si mund t'i themi tunelit për ndryshe? Ju si mendoni? A hymë në tunel? Po. Lëvizim edhe dalim? Po. Atëre mund t'a quajmë edhe rynel. Sepse fjala tunel e shkruar me th, thynel, po t'i vëmë një apostrof të hyn edhe luan, del në anën tjetër. Okay. Pra, ne mund t'i themi dhe rynel. Ryn edhe luan, sepse e kemi dhe foljen ry, e kemi dhe foljen hy, tunel. Po. Pra, është shumë e thjeshtë. Pra, për një mendje krijuese, herë mund të përdorësh foljen hy, të hyn el, herë mund të përdorësh thjesht foljen ry me ryt, rynel. Për shembull, siç themi bujrum, është bëj rym tek shtëpia ime. Yja ka kaluar në u, dhe ne e dëgjojmë bujrum, do të thotë të bujtësh diku edhe të rysh, rym me rym. Që ne e quajmë fjalë turke këtë, po në fakt, kjo është një ftesë kur i themi dikujt bëj rym, buj rum. Po, edhe nuk e kuptoj, çish lidhet kjo agron? Bujrum të na i thonë, hajde, shërbehu, hajde, bujrum me hangër, me pi, me flajt, me najt, me... Kur ne dalim te porta dhe shikojmë dikë që kalon dhe na pëlqen ta ftojmë në shtëpi, i themi bujrum. Ose ai ka dëshirë të vijë te shtëpia, thotë, a mund të vi unë tek shtëpia juaj të flasim? Bujrum, bëj rymje. Domethënë, eja, e lejojmë të ry. E ftojmë të ry. Rymje dhe rumje është e njëjta gjë në këtë rast. Yja kalon në u zakonisht sepse zanoret përkëmbehen me njëra tjetrën. Siç themi nëna, nona, nana. Po, mandej është interesant, fapsi është taksi. Taksi keni pas fjalën për veturë, për taksi shërbimin. Po? Taksi edhe fapsi, pse? Shiko, ne themi tak fap. U bë kjo punë tak fap. E keni dëgjuar? Po, ose shpejt, ose fët, përfundoj, ose u kry. Tak, taka. Po. Dhe taksi do thot taka, shpejt. Por ne kemi dhe fjalën fap, shpejt, fap. Dhe mund të përdorim fapsi në vend të fjalës taksi. Mund të kemi një neologjizëm që e përdor vetëm shqipja. Po zaka, fjala zaka. Zaka është diçka e mbyllur. Siç i thon për shembull kaza, i thon shtëpisë në italisht. Kaza do të thot ka zihet, është e zënë. Ne mund ta përdorim zaka, domethënë
Prapë është e njëjta fjalë, por që dy embriomorfemat kanë pësuar metatez, janë ndëruar në vendin e njëra tjetrës, dhe ne mund të përdorim fjalën shtëpi, za, ka, ose siç e ka italishtja, casa. Pse i themi shtëpi? Okej. Sepse ajo është e zënë, ne futemi brenda saj dhe nuk na shikon njeri. Dhe shtëpi, shp-ja e kthyer së prapi del pshi. Pra ne pshihemi në shtëpi. Mbyllim perde, dyert, të gjitha gjërat. E njëjtë është për shembull fjala shpell, është pshell, psherr. E njëjtë është fjala shpirt, që është pshirt. Pra, shikojmë të gjërat që ne fshihemi, ato kanë pshën ose shpën. Sa shumë fjalë ka agron për me mujt me i shpjegu që të gjitha. Edhe fundit diçkaje, sipas jush, është ang. Shiko, ne themi ik në fund të arës, ose të parcelës, ose dil në fund të kësaj pune. Fundi çdo gjëje është ana e një gjëje. Dhe ana e një gjëje është anë gjë. Dhe gjëja kalon në g dhe bëhet ang. Për shembull, arrita në ang të udhëtimit, në anë të kësaj gjëje të udhëtimit. Arrita në ang të parcelës, do thot në anë të gjës. Dhe gjëja është një emër i pacaktuar i shqipes, dhe në këtë rast mund të jetë rrugë, një parcel, mund të jetë një udhëtim, mund të jetë një muhabet, një çështje që përfundon, dhe arriti në ang do të thotë arriti në anë të kësaj gjëje. Është një neologjizëm i cili është i bukur dhe mund të futet në gjuhën shqipe edhe të zërvend. Me këtë rast tregojmë që shqipja ka pafund mundësi për të krijuar fjalë të reja, për të hequr ca fjalë që nuk na duhen, që janë të rënda për gjuhën shqipe, që nuk ngjajnë me shqip, që nuk harmonizohen. Ne kemi mundësi, ne na mungojnë kompozitorët e gjuhës që duhet të ishin gjuhëtarët, por gjuhëtarët pa njohur embriomorfemat nuk mund të krijojnë fjalë të reja. Ata mund të krijojnë kompozita. Për shembull si nën kres për jastëkun. Por nuk krijojnë dot një fjalë të re nëse nuk njohin në thelb se si emërton gjuha. Nuk njohin elementet minimal me të cilat operon gjuha dhe me të cilët gjuha kompozon fjalë për vetë shqipen dhe për të gjitha gjuhët e tjera indo-europiane. Agron, më herët folëm për për një grup njerëzish kanë krijuar libra kundër jush, por edhe ju keni libra, keni 7-8 të botuara, dhe sa të tjera janë duke pritur për të botuar. Kam 7 libra të botuar, kam dhe 3 libra që presin të botohen. Midis tyre është edhe librim teorik, teoria e embriomorfemave, që përbën në fakt bazën shkencore për etimologjinë e gjuhës shqipe dhe të gjuhëve të tjera të familjes saj indo-europiane. Ajo që e quajnë familje gjuhëve indo-europiane në fakt është familje gjuhëve të shqipes, le ta themi këtë, pasi ne mundemi ta mbrojmë këtë ide. Fakti që shqipja arrin të shpjegojë fjalët e saj dhe fjalët e gjuhëve të tjera, këtë gjë mund ta bënte vetëm gjuhë e qendrës, dhe shqipja ka të gjitha ato që quhen veti të gjuhës qendrës, nuk i mungon asnjë gjë. Ne dim që asnjë gjuhë tjetër përveç shqipes nuk mund të etimologojë, motivojë fjalët e saj. Sepse ato janë të shkëputura nga gjuha e qendrës dhe fjalët e tyre janë klishe që përdoren. Dhe këtë klishe që në shumicën përgjithsisht e quajnë morfem të pasbërthyeshme, për shqipen kjo është e zbërthyeshme. Shqipja në fakt është si ajo hallka e munguar në teorinë e Darwinit që do të lidhte majmunin me njeriu. Dhe ata hallk nuk e gjetën kurrë për shkak se ajo nuk ka ekzistuar ndonjëherë dhe mendohet që njeriu nuk e ka preardhjen nga majmuni dhe s'kishin si ta gjenin. Kështu dhe gjuhët indo-europiane nuk e kanë origjinën nga një gjuhë e panjohur prej indo-europiane e hamencuar. Ato e kanë origjinën të gjitha nga gjuha shqipe. Ne mundemi ta mbrojmë këtë tezë, ta vërtetojmë, por na mungojnë ata të cilët duhet të jenë përballë, të na bëjnë pyetje pafund, na mungojnë akademikët e gjuhës, profesorët e gjuhës që janë për universitete. Me këtë rast, luste dhe profesorët e gjuhës në Universitetin e Prishtinës të më thëresin
dhe të shpjegoj në mënyrën më të thjeshtë se si gjua ka krijuar fjalët dhe cilat janë parimet, rregullat, nuk është turp të mos dish. Është gjë e rëndë që të mos pranosh ta marrësh një ide të re. Edhe në qoftë se kjo që bëj unë është e gabuar, duhet të merret në konsiderat dhe të quhet një provë gabuar, të cilën ne nuk duhet ta marrim më në konsiderat sepse është bërë një herë gabimi. Por nuk mund të sillen përjashtues për një gjë e cila nesër mund të konfirmohet botërisht nga bota shkencore e huaj, dhe unë nuk e di si do të ndjehen akademikët e gjuhës shqipe këtu në Prishtinë edhe në Tiranë. Por për një gjë jam i sigurt, populli shqiptar do ndjehet shumë mirë. Sepse ky popull ka ruajtur gjuhën e bekuar të krijimit, ka ruajtur zanafillën e një gjuhe që mund të jetë gjuha më e vjetër e botës. Jam i sigurt për këtë. Përsa familja jonë gjuhësore e Shqipes është familja më e madhe e gjuhëve në botë dhe mund të vërtetohet katërcipërisht që Shqipja është origjina e kësaj familje gjuhësore, do të thotë që Shqipja mund të jetë gjasat që Shqipja të jetë gjuha më e vjetër e botës janë 99%. Po ta shprehnim me një shifër. Më e vjetër e botës. Ma tregon çfarë gjuhë tjetër në botë të pëlqen me mësua se duket më vështira, se si tingëllon. Tanë këtë interpretim për gjuhën shqipe, sa gjuhë të tjera kemi agron, cila të duket më vështirë me mësu ose që ke provuar ndoshta me mësu ose Shiko, në fillim para se të merresha me greqishtën, kur vajta atje, mendoja që ishte një gjuhë e vështirë, po më desh vetëm një muaj që grekrit të mos më besonin që unë isha i huaj. Dhe shpesh unë nxirja letrën e njoftimit, pasaportën, pasi nuk më besonin që isha shqiptar dhe kisha vetëm një muaj në Greqi dhe e flisja greqishte në aq bukur. Ne kur mësojmë një gjuhë të familjes gjuhësore të Shqipes, ne mësojmë në fakt një variant tjetër të Shqipes. E kemi shumë të thjeshtë. E kundërta është shumë e vështirë, pasi Shqipja përmban të gjithë elementet gjuhësor, përmban një shumicë të madhe tingujsh, ka shumë popuj të tjerë të cilëve u kanë hequr ca tinguj dhe ata nuk mund aparati tyre fonetik e ka të vështirë të krijoj me ata tinguj. U duhet një sforcim për të mësuar, për shembull, një grek nuk mund ta thot yn e Shqipes, e thot i. Kur isha në Greqi, shpesh bëja biseda me qytetar grek dhe për t'i kuptuar që ishte arvanitas apo ishte grek, i thosha ma thuaj ty, dhe në momentin që e thoshte ty, i thosha ti arvanit. Ai skuqe i thoshte jo. I thosha ti tjetrit, thoj ty, thoshte ti, ti nuk je arvanit. Pastaj më pyeste, pse mendon që jam arvanit? Sepse organi yt fonetik mund të krijoj tingujt e Shqipes. Një jo shqiptar, një gjenezës shqiptare, e ka të vështirë të prodhoj tingujt që nuk i ka, për shembull, gjuha greke. Edhe kjo ndodhi dhe në kohën e luftës tani në Rusi dhe në Ukrainë, që kur kapnin robër dhe ai hiqej si ukrainas, kanë disa veçori në gjuhë dhe e dallonin menjëherë që ai ishte rus, sepse gjuha e tyre është gati e njëjtë, po në disa veçori dalluese. Këto ndonjëherë djalli fshihet në ollësira dhe atje mund ta gjesh. Përveç greqishtës, përfundash kjo pyetje sepse s'po dua t'ju marr më kohë, çfarë gjuhë të tjera flisni jashtë shqipës normalisht, agron? Italishtën? Po. Sepse ju nga Shqipëria nuk njoh ndonjë person nga Shqipëria që nuk din të flet pak greqisht edhe pak italisht. Në Shqipëri edhe kafshët shtëpiake din italisht, bile është një barsalet kur u hapën kufit në 90-ën, që ikën shumë njerëz me anije, edhe hipi dhe një qenë shqiptar në një anije, edhe kur zbritën në Itali, zbriti ai qeni shqiptar, i uritur, kocke lëkur, edhe duke ecur u fut në një vilë dhe pa një qen italian që ishte i ndrinte qimja, i shëndosh, edhe kishte një cop mish në gojë. Dhe qeni shqiptar me mirësjellje pyet,
come ti chiamo, dhe që një italian, për të treguar emrin e vet, ju desh të hapte gojën dhe tha Paolo. Dhe i rat copa e mishit. Dhe mbërtheu ai qenë shqiptar, dhe qenë italian i zgjuar e pyeti, come ti chiamo? Dhe qenë shqiptar i tha Idris, edhe nuk i hapte dhëmbët. Për mos mira mishin tonë. Për mos mira mishin. Shiko, ne shqiptarët kemi, unë punoj shumë me fjalor të shumë gjuhëve, punoj me fjalor të gjuhëve, edhe fjalor kines që kam në shtëpi, kam fjalorin e gjuhës mandarin, sepse më duhet të gjej konkordanca të shqipes me gjuhë aziatike, është e pamundur që mos të ketë, dhe janë disa konkordanca, por kam fjalor të shumë gjuhëve të rusishtes, të bulgarishtes, maqedonishtes, që po thuaj është njëjta gjuhë, serbo-kroatistes, disa fjalor, rumanishtes, turqishtes. Unë jetoj mes fjalorëve, edhe shpeshherë kur dëgjoj një fjalë, unë menjëherë mundem t'i bëj skanerin. Apo e hap fjalorin me pas çka thotë ajo. Po, punoj me fjalor, pasi më duhen dhe referencat. Pasi në etimologji nuk mund të funksionosh pa referenca. Gjithsesi, ajo që të bën të ndjehesh mirë për gjuhën tënde, është se të gjitha gjuhët e familjes gjuhësore të Shqipes referojnë të gjitha pa përjashtim të Shqipja, përfshi gjuhët e Indis, gjuhët skandinave, përveç disa gjuhëve, si që është për shembull turqishtja, përpos huazimeve që ka nga Shqipja, ka strukturë tjetër gjuhësore, hungarishtja, finlandishtja, janë gjuhët ungrofile, po dhe ato kanë shumë huazime nga gjuhët e Europës edhe në analizë të fundit edhe nga Shqipja. Agron, faleminderit shumë për krejt këto shpjegime, fjali, gjithçka që e keni ndosur për shikuesit tonë. Edhe për mua është kënaqësi e veçantë të vi këtu, edhe për shkak se ju keni një mikpritje të hatashme dhe jeni shumë kurioz që t'i tregoni publikut tuaj gjëra për gjuhën. Do të shpresoja shumë që ju ndonjëherë të sillni ndonjë profesor ose akademik të gjuhës dhe të bënim një bisedë miqësore. Edhe përballje, pse jo, të fakteve. Le mos ta quajmë përballje, po një polemik gjuhësore rreth origjinës gjuhëve. Ne nuk kemi çfarë të ndajmë. Ne na bashkon gjuha dhe ajo nuk mund të bëhet shkak sherrësh ose ndarjesh. Ne mund të nxjerrim më të mirën. Ata shumë mirë, Agron, kështu. Kjo është diplomaci, me i ul shpatat në një farë forme, po them në thojza është mirë, sepse kështu mandej krijohen edhe debate pak më të buta, edhe diskutime më të buta. Në këtë rast nuk e quajte përballje, e quajte polemik, sepse deshte me i ul këto konflikte që janë zgjut gjithë ata albanëve. Edhe fjalën polemik ma kanë keq kuptuar një akademik, sepse ai mendon që fjala polemik vjen nga fjala polemo, greqishtes që do të thotë luftë. Po në fakt ajo ka fjalën mik brenda. Dhe nuk vjen fare nga fjala polemo, dhe mjafton ta bësh p në f dhe polemik do të thotë folemik, folmiqësisht, sepse ne nuk kemi ardhur për luftë, kemi ardhur të diskutojmë miqësisht për filozofinë, për historinë, për gjuhën, për gjithçka tjetër, dhe polemik bënin filozofët në Athinën antike, dhe ata të gjithë ishin miq me njëri tjetrin, dhe nuk ka mik më të mirë se sa ai që të jep mundësinë të debatosh për një gjë filozofike ose për një çështje shkencore. Polemika nuk është luftë, nuk është shpat. Polemika është dashuri për të mësuar gjëra të tjera dhe ajo ndodh vetëm mes miqsh. Mes armiq ka luftë. Ne nuk jemi për luftë. Faleminderit shumë edhe një herë, Agron. Edhe unë ju falenderoj, kënaqësi. Miq të dashur, emisionin e sonte do të mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube të Varbria, edhe kështu kemi edhe nesër reprizën në ora 11. Për ndryshe do të shihemi vikendin tjetër me një tjetër mysafir dhe tjetër temë deri atëherë mirëmbëjtje.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.